atë që po ndodh brenda Partisë Demokratike. Besoj e keni lexuar statusin pak ditë më parë të avokatit zotit Berisha, Genzio Kutaj, që Berishën po kërkojnë për herë të dytë ta riazjesojnë. Por largimet, ndërkohë që një grup deputetesh po përgatiten duket nga brenda. Mes tyre Adriana Kalaja, një bisedë që kisha djem tha që ka dhe drejtues qarqesh. Tani, ju në gjykimin tuaj mendoni që shtatori do ta zërë Berishën apo do i bëjnë një puç për ta larguar tani në verë? Shiko, derisa nuk e kanë bërë që tani, dalin njerëzit që duan të kandidojnë, të thënë që falenderojmë Sali Berishën për kontributin e tij për bashkimin e Partisë Demokratike, për ruajtjen e saj ndaj një lufte të egër që na ka ndodhur nga një ambasadore e cila përfaqësonte me thonjza interesat amerikane, por ishte shërbëtore e Partisë Demokratike Amerikane, dhe ndihmën që na ka ofruar Sali Berisha për të bashkuar të gjithë demokratët dhe për të ruajtur selin më të shenjtë të demokratëve që është Partia Demokratike dhe emri i saj, normalisht kështu duhet përcjellë zoti Berisha. Zoti Berisha në aspektin politik mbaroi për kryeministër në 11 maj. U vollën, u manipuluan, a është qeveri e krimit, a është qeveri e drogës? Në rast se do ishte krimi dhe drogës, unë zotëri nuk do të votoja kur asnjë ligj të një oligarku që quhet krim apo drogë. Avokat, megjithatë për ta bërë më konkrete, ju keni në mendje një emër 2-3 që mund të jenë në këtë linjë, që mund të përgatisin një skenar për ta larguar Berishën? Unë nuk pres skenar për të larguar Berishën. Pres që Berisha të largojë veten e tij dhe pastaj këta të dalin e të thënë, "Oh, tani erdhëm ne të rrimat bëjmë punë." Në Partinë Demokratike nuk ekziston fjalia i natyrshëm. Prandaj unë them, dua të vi një kryetar apo kryetare në mënyrë të natyrshme të paraqesë platformës kundrejt kryetarit aktual brenda një platforme që do të thotë që unë jam alternativa qeverisëse kundër Edi Ramës, sepse nuk bie dakord me Edi Ramën 1, 2, 3, 4 dhe Sali Berisha të mbaj pozicionin e tij si president në Partinë Demokratike, një rol të rëndësishëm po ai me kompetenca të kufizuara, po të rëndësishme për vendimarrjen brenda partisë. Dhe nuk duhet të bëjnë atë lojën e kundërshtarit që të kërkojnë që X individ të marrë rolin e kryetarit sepse e pëlqen mazoranca. Jo, nuk duhet bëhet kjo. Avokat, një pyetje të fundit kam në raport të kryeministit të radhë me Shtetet e Bashkuara. Një pjesë analizëve mendojnë që po lobon për të arritur një takim në Shtetet e Bashkuara, në mos me presidentin Trump, me sekretarin e shtetit Rubio. Pjesa tjetër mendojnë që një rast i mirë për të takuar mund të jetë edhe samiti i NATO-s në Hag në fund të qershorit. Por ka edhe ata që thonë laku po ngushtohet, siç ishte dje Adriana Kalaj që tha do dorëzoj 3 dosje në ambasadë, një kam nisë për në Amerikë për Ramën.